prej fëmirisë hershme, jena të folë për fëmijët 1 vjet, 2 vjet, të cilët veç kanë fillu me kuptu sensin kur është diçka gabim, edhe e duhun. Ta zamë, një fëmijë po vrapon drejt topit, edhe rëzohet edhe fillon e qanë. Nëse prindi direkt shkan edhe e merë fëmijën, atëherë nën kupton që është prindi gjithmonë atë, edhe nuk e lenë mu ballafaqu me një emocion negativ që fëmijave të sa përjetoj. E sidomos në fëmijëri të hershme që emocionet janë tepër dinamike, e rëzohet për topin qanë, maslej përqafohet edhe fillon qesh. Pra që kjo dinamika emocioneve që ndodh na duhet me shfrytëzu në fëmijëri të hershme, me mësu fëmijët që ti mundesh me përjetu një emocion negativ, edhe duhesh me te i kalu emocionin negativ, ata te i kalon pak me mbështetjen tonë, por në shumicën e rasteve është individualiteti, është vetë zgjidhja që individi ja ofron vetës për me ndërtu që të reziliencën emocionale. Pra, për thane, nëse fëmiu rrëzohet, gjatë kohës që lunë me tëtë, nuk ka nevoj prindi me shku me marrë me ngrit vetë, po mjafton prej kandit me i thonë ti mundesh, edhe që në kom vetë. Fix, pra parimet të vetë besimit të cilat na i kena gjdo ditë, kur ti ballafaqohesh me një problem të caktuar, kur kush nuk vjen me të ndihmu ty, ti mundesh me qenë frustruar, po eventualisht e kalon ata. Njëjtë edhe për fëmijët. Pra, fëmijët momentin që e kanë një sfidë të caktuar, qoftë në këpsht apo në raport me topin e me një ngjarje tjetër të caktuar, jo domosdoshmërisht na duhet me servu zgjidhjen të gatshme. Lele të përjeton ndjenjën, sidomos këta negativen, edhe lele të ofron zgjidhjen vetë, për shkak se që e zgjidhja e mëson shumë a shumë se sa që na mundimi me mësu dikujna. Pra, me fjalë tjera, se cili problem që zgjidhet vetë është mësimi më i mirë i jetës tonë. Edhe kjo mundet më mësu herët. Nëse të tjerët na i zgjidhin problemet neve, në momentin e parë që neve këmë na arë një sfidë që na duhet me zgjidh vetë, imagjina që ndodhë. Kemi me nguru, edhe a janë qëtu situata që shpesh herë më pas personat din më ardhe deri të një stres më shumë i akumulum, edhe nuk i përballojnë shumë mirë gjonat, se ndoshta kështu në fëmijëri dikush ja ka zgjidh problemet, ose gjatë kohës ka pas fatin që problemet ju kanë zgjidh prej të tjerëve. Po, pra në menej që në klinik për problemet emocionale në shumicën e rasteve shohim raste të tilla, të cilat janë persona të cilët nuk janë ballafaqur me situata më herët, edhe rrjedhimisht situata të vogla, po e them kushtimisht, që mundën me dërmu emocionalisht personin. Është krejt në rregull që me vizitu psikologun edhe në kësaj situata, për shkak se edhe që aty zhvillohesh ti. Pra, në një takim me psikologun të mëson qysh me qenë më i fortë emocionalisht, që kur të që ndodhë diçka herën tjetër ti me qenë më i përgatitur. Njëna prej benefiteve të psikoterapisë.